me vërtetësi të madhe të vërtetat lakuriq të realitetit të narkoshtetit Edi Ramës. Dje, në seancën kushtuar Shqipërisë, në periudhën parazgjedhore, eksepcion në llojin e vet, nofta e pa zhvilluar ndonjëherë parazgjedhje për ndonjë vend. Por, me vullnetin më të mirë që shqiptarët votojnë të lirë. Pati debate të gjëra, pati debate aktive, në të cilat u denoncuan dhe u shpreh shqetësim i madh. Parazgjethash për zgjedhjet. U shpreh shqetësimi më i madh për industrinë e blerjes votës të Edi Ramës. U shpreh shqetësimi më i madh dhe u denoncuan pjesëmarrja aktive e krimit organizuar në krah të Edi Ramës. U denoncua manipulimi i madh me listat, por dhe angazhimi i baronëve të drogës dhe të krimit për të deformuar vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Seanca e djeshme është historike. Është historike. Edi Rama mund ta censurojë këtu me mediat e tij të mëdha, po ajo rezonon fuqishëm në Europë dhe në botë. Në këtë seancë, parlamentarët qëndruan fuqishëm në anën e qytetarëve shqiptarë që kanë humur të drejtë një procesi të duhur ligjor. Rezonoi në të katër anët e parlamentit stoku i dosjeve për 150.000 dhe disa dhëna të tjera me faktojnë që të gjithë nivelin e sistemit janë shumë më tepër. Janë shumë më tepër se 150.000. Shka për ata të nderuar zotëri, nënkuptonte se Shqipëria ka drejtësi të munguar. Qytetarë shqiptarë janë qytetarë me drejtësi të munguar. Dhe s'do mund t'ja u fsheh kush më këte. Asë kush s'mund t'a fsheh këte. Parlamenti Europian qëndroi në anën e qytetarëve shqiptarë. S'do mund t'ja u fshes kush më. Dështimin spektakular, duke u mohuar shqiptarëve të drejtën në një procesi ligjor me reformën e George Sorosit. Kjo është shpresë e madhe për një mbështetje të fuqishme të këtyre institucioneve për reformën dhe për të dhënë përgjigje sa më të shpejtë kësaj gjendje katastrofale që lidhet me të drejtën e shqiptarëve për të patur një proces ligjor. Unë u them se nuk me asgjë s'mund të mashtrohet ky fakt.
të mbrosh të reformë të është një lloj, si të thuash, qytetarë shqiptarë nuk meritojnë drejtësinë, po këtë s'mund ta thot askush. Në burgjet shqiptare është një katastrofë vërtet, dhe kjo pasojë e kësaj reforme dhe karakterit policesk. Këto u denoncuan fuqishëm në Europë. Qytetarë shqiptarë duhet ta dinë se 1/3 të burgosëve janë plotësisht të pafajshëm, pa asnjë akuzë. Se mbi 2/3 të tyre janë të padenuar për definicion të pafajshëm. Për definicion të pafajshëm. Dhe se norme standarde të tilla nuk kanë ekzistuar as në diktaturën më të zezë staliste në Shqipëri. Jo. Nuk mbaheshin në këtë mënyrë. Ky rekord është i ndërmëtëzit në botë. Ndjem shumë mirënjohës ndaj të gjitha atyre të cilët reaguan në Strasburg dhe Bruksel ndaj kësaj situate katastrofale të lirive të drejtave themelore të qytetarëve shqiptarë. Në Bruksel u denoncua me zë të lartë mos respektimi shkelja e vendimit të gjykatës kushtetuese si një gjë pa konceptueshme. Si një gjë e cila nënkupton asgjësim në shtetit ligjor. Në qoftë se vendimet e gjykatës më madhore të vendit nuk zbatohen, kjo në një farë mënyrë përbën një grush shteti, ku kreu padrino i Shqipërisë ka marrë gjitha pushtetet edhe ato të gjykatës kushtetuese. Kjo ishte një habi. Por opozita ka bërë punën e saj. Ka bërë punën e saj. Dhe këto dy ngjarje madhore ndodhin pas 3 rezolutave të mëdha ndërkombëtare, të cilat, si të thuash, u komentuan si janë partjake, po mos harroni se janë partitë që qeverisin botën në ato rezoluta. Dhe ja ku janë tani institucionet që dominojnë, janë partitë që dominojnë në këto institucionet cilat organizuan këto ngjarje madhore për Shqipërinë. Dje në Parlamentin Evropian u denoncua me të madhe frika e narkomazhorancës për komisionet hetimore parlamentare. Një habi e madhe. Se si mundet të bllokohen komisionet hetimore parlamentar, vetë kuptohet që ata e din mirë se komisionet hetimore parlamentare Edi Rama i bllokon, i tmerruar nga ajo që pa me komisionin hetimor parlamentar të djegsave, në të cilin a i doli më bloz se bloza. Më bloz se bloza. Kjo është e vërteta. Pra, seanca, në seancë dolen në shesh, në pa, doli e gjithë shëmtia e narkoshtetit shqiptar, që nuk respekton asnjë ligj, asnjë vendim, asnjë nen të kushtetutës vendit.
nuk mund të kemë asgjë tjetër veç se mirënjohje të pakufishme. Por të gjithë ata që organizuan radhë parë të ngjarje madhore në mbështetje të demokracisë në Shqipëri, të votës së lirë të qytetarëve shqiptar, në denoncim të hapur të dhunuesve të kësaj vote, të Edi Ramës dhe shpellave të tij të krimit në organizatat kriminale që i josh dhe i tërheq në zgjedhje. Dhe ata kanë marrë një paralajmërim më të fuqishëm që kanë marrë ndonjëherë. Sa ata po vëzhgohen, sa ata po mbikëqyren, sa ata do ndëshkohen. Shqipërisë ju kërkuar që të mos kërcënojë opozitën, të respektoj rregullat. Shqipëria dje ishte vendi i vetëm në Europë që ka në procese politike 3 liderë të opozitës, me qëllimin e vetëm që Edi Rama mund të marrë një mandat të 4 mbi krimin. Unë mendoj se ky ishte një mbështetje jashtëzakonshme, për çdo qytetar shqiptar. Dje pasaporta europiane e Edi Ramës u grisë. Mashtrimi i tij me pasaportën europiane mori fund. Maskat ranë të dashur qytetarë dhe qytetare. Pavarësisht se Edi Rama me zyrat e tij u fshehu nuk transmetoi seancën dëgjimore të zhvilluar në Parlamentin Evropian, në Komisionin ku ishin pranishëm i gjithë spektri politik i Parlamentit Evropian. I gjithë spektri politik. Dhe përpiqet që me censur t'i injoroj, garantoj çdo shqiptar se ato do johojnë fuqishëm, gjersa shqiptari i fundit të votoj qytetari i lirë në këtë vend. Falenderoj shumë të gjithë atyre që organizuan këto seanca të një rëndësie historike për Shqipërinë. I hapur për pyetje, por po të dëshironi të qëndrojmë në këtë temë se zyra e Edi Ramës po bën gjithçka të censuroj këto zhvillime madhore, të cilat janë madhore jo vetëm për një vend, por për gjithë Europën. Zoti Berisha, Andon Kello nga BC News. Ditën e nesërme ju çelni fushatën